kemi mbledhur këtu. Rrugën duam, të kalojnë fëmijët, të ikin shkollë, se rri me frikë në shtëpi. Jemi në hall të madh. Shkolla është kryesorja për fëmijët. Qendra shëndetësore këtej. Pleqëria nuk dim ku ta ankohemi. Kemi ngelur si ai llafi si peshku pa ujë. Una kam e 2 llafe, nuk do zgjas shumë. Neve kemi një kërkesë, i drejtohemi bashkisë Lushnje për një rrugë këtu në fshatin Kustuli, sepse ne nuk kemi rrugë dytësore këtu për të dalë në fshatin Rapës. Edhe kemi pasur aksidente dhe viktima. I pari kam qenë unë. Para një viti jam aksidentuar, më ka lënë në xhate të shtrirë makina dhe jam me 10 hekra, me 10 vita në kem. Edhe jam i paaft akoma për punë. Kam 3 fëmijë, 3 vajza. Ato janë në shkollë, të treja. Jemi për rrugë shumë keq. Kalojmë autostradë me fëmijët, rrezikojmë jetën e fëmijëve dhe jetën tonë. Prandaj duam që të zgjidhet ky problem 1 orë më përpara. Të vihet rruga dytësore që të kemi komunikimin me fshatin Rapës, sepse jemi shumë keq. Kemi ankuar në komunë, nuk na kanë bërë asnjë zgjidhje. Kanë thënë gjithnjë që do bëhet dhe ashtu. Ne tani që po vinë dhe votimet, duan të bëhet rruga. Nëse nuk vjen në rruga, ne nuk votojmë. Asnjëri. Të tërë ka vetëm nga Greqia. Mbi kalim olla, bera gjylpere, ku t'hidhem u tani? S'ka ku hidhem. Për protestë. Arsyeja e kësaj është për arsye se rruga është e ngushtë, edhe duhet edhe një rrugë mbi kalim që të kalojnë udhëtarët, se para 10 vitesh është vrarë dhe një fëmijë 9 vjeç. Edhe tani u vra dhe ky 77 vjet, nuk është arsyeshme, nuk është logjike që të vriten njerëzit. Mirni masa juve si qeveritar, si gazetar, na ndihmoni, ju lutemi. Sepse neve jemi të gatshëm, kemi votuar, edhe do votojmë prapë, por të paktën dhe populli të jetë i kënaqur. Nisë na erdhën që na erët, na bëri na jepni ndihmë, na jepni zgjedhje, se u vran burri ka 10 vjet, erdhi nga pazari Bubullimës edhe jetën të vrarë këtu në dhe. E çom Lushnjë mbaroi. Ikun 10, një natë ndihmë. Ja dhe tjetri burri ndesëm, burr punëtor, pardi edhe ai iku. Një kalamat tjetër ashtu, çuni im ka 2 vjet që u vra, ja preu kem në shoferi, ja ku kam. Këtu e ka hekurin kem. E la dhe iku su gjint me. Për na vdesi fëmija, kam 3 vejgjili të djalit, që ikin në shkollë, me i copë rrugë atje. Ikin, ja e shtypi makina, ku din ata? Kjo është në vaditje, kjo është në punë nusja. Unë jam pleqëri, nuk i ndjek do të kalamajdhe. Beni ndihmë, jipni fuqi njerëzit se gjuna, po vdesi me pahir. Këtë lamarina që është këtu, njëte pas adese, hapë rrugë për këte, ose bëni rrugë për këteja. U bërej pas shpik 20 vjetë, edhe erdi laci, rera, ekuri që këte ka që rruga. Martova këtë djalin, nusja erdi që këteja, nuk erdi që ande. Unë kam vire si në Graçkët pa rrugë fare, jam. Kam të shpine madhe këtu, ati unë së të ndalë, i djalit për bela ande. Djalit 500 metra katje, i bejnë bela djalit. Pandaj unë dua rrugë të hik me kalamajnë, se i vajtë më rostajt u hodhëm që lartë poshtë. Do vdesim tërë. Po të rrezikuar s'ka ku të veme, se ja pardi e vdik njeri, e vraur. Ku të veme, aja asas 50 pon të rrugë nuk ka. është për turp një. Ne na kanë mbyllur si fshat ata. Na kanë izoluar. Tani ne kërkojmë një rrugë të vogël, ti spojtojmë barrierat më këti, edhe na lën 1 metër e gjysmë pak të kalojmë. Ja kaq duam. Nuk duam dhe gjet madhe. Kjo është. A keni kërkuar herë tjetër? Po kush ta var? Edhe kur erdhën i vuna ata nuk pyetën, kështu na kanë ardhur, na ka dhënë urdhër edhe. Kështu. Tani ne çdo ditë vdis nga një. Kur të vdesim të si fshat atëre vinë ta rregullojnë ata, që mos ketë më njerëz këtu. Atëherë ne jemi mbledhur sot tu për të protestuar mbi rrugën e cila mungon, rrugën dytësore, e cila nuk është bërë asnjëherë ekzistente, ka qenë dikur përpara se të ishte autostrada, ndërsa sot nuk është më. Kemi gjithë fëmijët që janë të fshatit, të cilët duan të kalojnë të shkojnë te shkolla që është pothuajse 1 kilometër e gjitha, detyrohen që kalojnë në autostradë. Asnjëri nuk merr masa, kemi folur dhe me komunën dhe me bashkinë, asnjëri nuk do t'ia di, asnjëri nuk vjen të shikojnë. Vinë të gjithë ditën e zgjedhjeve, fushatën, afrohen, thonë për probleme, për ujin, për këto.
Ndërsa sa për rrugën asnjëri nuk flet. Qofse shkon 100 metra aty, shikon rrugën gropa. Çdo gjë këtu është në përfundim e sipër. Në qofse nuk kanë për kalamajn të organizojnë një fugon, një diçka për këtu, askush nuk e kthen syrin nga fshati, edhe çdo gjë është për mendimin tim, prandaj edhe unë vetë për shembull jam larguar nga ky fshat, nuk e pse rri sepse nuk ka asnjë kusht, asnjë gjë. Tash jemi mbledhur sot që t'i bëjmë një thirrje bashkisë apo komunës apo kujdo pushteti, të cilët të shikojnë se çfarë bëhet tu, të merren me vërtet me hallën e popullit, jo me se çfarë ndodh me miliona euro që dëgjojmë ne nuk e dimë se çfarë ndodh me ato lek. Ne duam thjesht një zgjidhje për rrugën tonë. Kjo është ajo që ne duam. A ndjeni të rrezikuar që kaloni këtu? Ndjemi shumë të rrezikuar. Këtu në fshat tonë kanë 4 veta, 2 djem nga Rabza, fshat, edhe një nip qej, 9 vjeç, në shkollë, edhe një kushuririn para 3 ditëve. Se ne s'kemi rrugë fare, jemi të izoluar si fshat. Fëmijët i marrin pe dore, hidhin të mbi kalimi, po gati 200 ca metro ikëm kam. Në autostradë nuk lejohet kalosh fare, e ka rrugën shoferi, nuk e ka këmsori. Prandaj ju lutemi shumë që bëni një rrugë. Sikur e 2 metra, të kaloj familja, të çoj fëmijë. Po s'kemi mundësi tjetër, jemi shumë keq. Zëtorat, kemi djem të rinj, fshati jonë me biznesror, me sena, me blegtori, edhe është fshati Kostoli, Korçarë. Korçarët janë që nga Qereti, Sarava e Kostolia. Baza këtu është, se këtu ka qenë që kemi ardhën edhe që në fillim. Edhe ushqenë vetë me blegtori edhe me sera. Prandaj ju lutemi shumë, unë jam banor i këtij fshati. Mirë. Interes politikës jeni, që jeni interes politikës. Tani për momentin, e rrugën në thash dhe unë. Rrugën duam tani. Kjo është.
fshati jonë në Kustulia ne kemi 20 fëmijë aty në fshat. Tani ne do t'i ndalojmë, nuk do t'i çojmë dot në shkollë. Kemi frikë nga makinat aty se është rrugë e përditshme, vajti ardhje. Do bojkotoni shkollën? Do bojkotoni shkollën? Po. 6 vjeç deri 11. Një vit ka. Shumë e re. Çel për punë. Vazhdojmë. Ju falenderoj për mirëardhjen që erdhët tu në fshatin Rap. Duhet bera anë e rrugës, jo tjeta në mes. Tje që të kalojmë në Mikalim, të vem aty. Ne unë tash odha në Mikalim, bera Gjilperën. Ku do veta beta një unë atë? Mes rrugës aty, të kalojnë makinat, të vritemi. Po vriten njerëz, ja kjo është rrugë, duam rrugën. Fabiane, si ka dhënë me shëmi. Po vi ju bën një organizim njerëz. Neve poso